Rreth 50 paraqitje për regjistrime të dyshimta të pronës kanë arritur në kadastër, zbuloi drejtori i Agjencisë për Kadastër të Padundshmërive, Ivan Zhivkovski, gjatë paraqitjes në emisionin Biznes 21. Një pjesë e rasteve tashmë janë përcjellë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe janë në proces për procedim të mëtejshëm. Më së shpeshti bëhet fjalë për regjistrime të pronës që nuk është të dashur të kryheshin, ndërsa në një pjesë të paraqitjeve tregohet edhe për një përpjekje të mundshme për korupcion. Не требало да биде направен, станува збор, имаме индикации и за правни лица, но и физички лица кои што доаѓале и нуделе нешто спрема вработените, и за тоа каде што имаме материјални докази, тоа го проследуваме, затоа што знаете, коруптивните действија се двонасочна улица. Има некој нуди, има некој бара, меѓутоа мораме да ги прекинеме од двете страни. Zhivkovski thotë se nga udhëheqja e mëparshme kanë trashëguar mbi 1000 lëndë dhe se të gjitha i kanë zgjidhur. Ka pasur dyshime për veprime korruptive edhe më herët. Во минатото конкретен предмет бил доделуван по желба кој службеник да го работи. Во минатото зборуваме каде што предмети биле одбивани без соодветно образложение. Во минатото бил одбиен предмет кој што требал да биде одбиен, имал една забелешка, бил вратен назад, кој ќе дошол повторно на постапување, му наоѓале уште 3 дополнителни забелешки. Зошто било така? Меѓутоа имаме и предмети кои што не требало да бидат поминати, а биле поминувани со брзина на светлината. Паралелно на тоа имаме предмети кои што чекале по 8, 9, 10 и 12 месеци. Krahas fushatës mos je bashkëpunëtor për parandalimin e këtyre dukurive, kadastri ka futur masa të brendshme për të minimizuar kontaktin mes palëve dhe nënpunësve. Lëndët nga qytete të ndryshme mund të përpunohen nga shërbime në të gjithë vendin, gjë që vështirëson çdo mundësi për keqpërdorim.